Në një mbrëmje që do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut, një ditëlindje luksoze u shndërrua në një nga ngjarjet më të komentuara të momentit, duke ndezur rrjetet sociale jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali. Një dolce ditëlindje e madhështore, e vendosur mbi tavolinë si një vepër arti, u bë qendra e vëmendjes, ndërsa atmosfera përreth ishte e mbushur me emocione, dritë, muzikë dhe energji pozitive. Mbi tavolinë, si një skenë e vogël magjike, spikaste figura kryesore e mbrëmjes, e veshur me një fustan elegant dhe provokues që kombinonte finesën me sensualitetin. Fustani i bukur theksonte hijeshin dhe vetbesimin, duke reflektuar një stil modern, por njëkohësisht glam që i përshtatej në mënyrë perfekte momentit festiv. Çdo detaj ishte menduar me kujdes, nga ngjyrat e ëmbëlsirës deri te ndriçimi që i jepte skenës një shkëlqim pothuajse kinematografik. Rreth tavolinës ishin të rrethuar nga banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Fytyra të njohura për publikun, personazhe që kanë fituar zemrat e fansave dhe që tashmë janë kthyer në ikona të showbizit, të qeshura, duartrokitje dhe shikime admiruese shoqëronin çdo moment, duke e bërë festën të dukej si një spektakël i vërtet televiziv. Në sfond, muzika ndiste atmosferën me ritme të forta dhe sensuale që pushtonin hapësirën. Në një moment kulmor, një kërcim sensual dhe plot energji elektrizoi ambientin, duke sjellë reagime të menjëhershme në rrjetet sociale. Videot dhe fotot u shpërndan me shpejtësi marramendëse, duke u bërë virale brenda pak minutash. Komentet shpërthyen nga admirimi deri te debatet e zjarrta, duke e kthyer këtë festë në temën kryesore të ditës. Ky moment nuk ishte thjesht një ditëlindje, por një manifest i stilit, guximit dhe spektaklit modern, ku arti i të festuarit u ndërthur me famën dhe ndikimin mediatik. Fansat e panë si një simbol të fuqisë së imazhit dhe të ndikimit që këto figura kanë sot, ndërsa për publikun më të gjerë ishte një tjetër dëshmi se showbizi shqiptar po fi.